Krijimtaria e shkrimtarëve shqiptar që i përkasin 3 dekadave të fundit, Elvira Donës, Ornella Vorpsi dhe Anilda Ibrahimi, e shkruar në gjuhën italiane ka tërhequr vëmendjen e studiuesit italian Fabio Rocchi, i cili u ka kushtuar atyre studimin Zërat e parë të italofonisë shqiptare. Promovimi i këtij botimi u zhvillua në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër. Unë kam studiuar një lloj letërsi transkulturore që ka lindur brenda letërsisë italiane, sepse ata shkrimtarët kam shkruar në gjuhën, në një gjuhë e dytë, le të themi, një gjuhë e fituar, kështu që kanë shkruar në italisht, por rrenjët ishin edhe shqiptarë, kështu që disa imagjinare të kanë lindur në mënyrë shumë origjinale dhe unë kam tentuar një studim i thelluar mbi veprat e Ornella Vorpsi, Anilda Ibrahimi dhe Elvira Donës. Rocchi theksoi dhe arsyet pse ja ka kushtuar këtë studim 3 shkrimtarëve shqiptar. Kisha konstatuar që në bibliografi mungonte akoma një lexim transversal dhe kam studiuar sidomos periudhën 2001-2020. Kështu që 20 vite. Janë shumë të afta dhe me shumë originaliteti, sepse ata kanë krijuar edhe disa neologjizme të që kanë një vlerë për një lexues italian, sepse tingëllojnë në mënyrë ndryshme dhe në një farë mënyrë pasurojnë edhe një gjuhë që është i konsoliduar nga disa shekull. Sipas tij, pavarësisht problematikave që Italia ka pasur në raport me gjuhët e tjera, nuk duhet përjashtuar fakti se në Shqipëri gjuha italiane njihet mjaft mirë dhe dy popujt kanë bashkëjetuar njëri me tjetrin. Ne si italianët kemi, për të jetë të sinqertë, kemi humbur një lloj prestigji që kishim marrë disa dekadave të fundit. Tani vendet të preferuara dhe edhe gjuhë të preferuara janë të tjera, gjermanisht, sidomos anglisht, por raportet dhe rrenjet që italianët dhe shqiptarët kanë janë vërtet, unë mendoj, përbashkët, kështu që akoma bashkëjetojmë në një vëllëzëri që është real. Për vlerat e këtij botimi foli edhe pedagogja e italianistikës Alma Hafizi, ndërsa vlerësime nuk munguan as nga shumë të pranishëm. Fabio Rocchi jeton në Tiranë prej më shumë se 20 vitesh dhe është pedagog i letërsisë, së krahasuar pranë Departamentit të Letërsisë, Fakulteti Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.